Hashim tha që vijon të jetë në qelitë e paraburgimit në Hag, ndërkohë që në asnjë moment nuk ka treguar pengesë për veprimtarinë e tij, pasi ajo ka qenë e drejtë. Kjo situatë është tetë rënduese për bashkëshorten, djalin dhe nënën e tij, e cila është shprehur se nëse nuk do të arrijë ta shohë djalin e saj të lirë, do të largohet nga kjo botë me pishmallik. Në pritje të vendimit që do të marrë Haga, Hashim Thaçi ka bërë një deklaratë që ka tronditur me themel këtë gjykatë dhe të gjithë pjesëmarrësit në seancë. Hashimi në mes të sallës ka degeneruar publikisht spionin që i kanë futur brenda në qeli, të cilin tashmë e kishte përballë si punonjës të gjykatës. Hashimi tha: "Dua t'ju them 2 fjalë për këtë zotrin që kam përballë dhe që sot është prokurori i çështjes time. Kur unë kam qëndruar në qeli, ky ka qenë roje në qelin time të paraburgimit. Mundohej të ishe miqësor me mua në mënyrë që të krijonte afërmitet. Unë kam patur sjellje të njëjtë me të gjithë, përfshirë edhe rojen e nderuar që e kam përballë, por ajo që sot po më çudit është fakti se ky roja i qelisë time qen ka prokurori i çështjes time. Të nderuar antar të gjykatës, ky që dje ishte roja i qelisë, sot po e mësoj se është prokurori i çështjes time." Për të gjitha këto që po them dhe deklaroj, janë pamjet filmike. Ktheheni dhe shikoni se zotëria prokuror ka qenë roje qelie. Me sa duket, kjo ka qenë një skemë e mirë menduar për të futur në kurth Hashimin, teksa prokurori, duke u maskuar si një roje qelie, ka dashur të zbërthejë Thaçin duke u treguar si një roje miqësore me të. Por kjo skemë ka dështuar, sepse Hashimi jo vetëm nuk ka rënë në grepin e prokurorit spion, por e ka degeneruar publikisht në sallën e gjyqit.